Mirë mbrëma të ndëruar të rishikues, jemi edhe sonte bashkë me emisionin Komplot së bashku me dy panelistët e mi, Mustafa Bajramin, teolog, mirë mbrëma, mirë se erdhe. Faleminderit. E po ashtu edhe Arjanit Slamnikun, konspiracionist, mirë mbrëma, mirë se erdhe. Mirë se u gjitha. Sonte do të flasim për një temë mjaft interesante që është Agjencia e Inteligjencës Amerikane, konkretisht se cilët janë shqiptarët të cilët kanë punuar për CIA-n. Por fillimisht do të ndjekim historien dhe pastaj do të kthehemi në studio me analizën. Kemi ndjekur historien paralajmëruese dhe tani do të nisim me bisedën. Profesor, tema pra është për CIA-n dhe shqiptarët të cilët kanë punuar për këtë agjencion. Kush janë ata shqiptarë, dihet? Tema edhe për nga përmbajtja, edhe për nga akustika e emrit, është temë e gjerë, e ndjeshme, me informacione të nduarshme, aq më shumë, kur shtrohet edhe pyetja se cilët shqiptarë kanë punuar për CIA-n ose të cilët punojnë. Agjencia Qendrore e Inteligjencës, apo Central Intelligence Agency, CIA, është shërbim civil i inteligjencës së qeverisë amerikane dhe shtetit amerikan. Formohet, për mos me i hy historikut, në vitin 1946 me kërkesë dhe direktivat të Trumanit, ish presidentit amerikan, që ka për synim ruajtjen e interesave amerikane jashtë teritorit të SBA-ve për kundër FBI, që është agjenci inteligjencë dhe sigurisë që vepron brenda teritorit të Amerikës. Si e tillë, me që është agjenci ka qëndjeshme dhe ka që rëndësishme për ruajtjen e interesave amerikane, ekonomike, politike, strategjike, diplomatike dhe të ngjashme, mbase edhe për ruajtjen e interesave të partnerëve të SBA-ve në botë, unë konsideroj se nuk është lehtë të gjinden njerëz me emra dhe mbi emra të përveçëm shqiptar të cilët kanë vepruar atje, megjithëse ekzistojnë teori të ndryshme, ekzistojnë edhe të shkruara që flasin në favor të ekzistimit të emrave të përveçëm të shqiptarëve që kanë punu. Personalisht nuk kisha me mujt, nuk kam në dispozicion ndonjë emër të veçantë, por e di se Dick Marty në raportin e tij famkeq kundër UÇK-s, një ndër synimet kryesore të këtij raporti ka qenë edhe zhugulimi apo shoshitja e aktivitetit të CIA-s në Ballkan, më saktësisht në gjeografinë shqiptare. Nga këto mund të konstatoj se Dick Marty, edhe nëse nuk ka qenë agent i shërbimeve ruse, i ka shërbye tërthorazi shërbimeve ruse kur po vepronte kundër CIA-s që po ndihmonte shqiptarët para dhe gjatë luftës së UÇK-s. Lanet? Padyshim se CIA është një ndër agjencitë sot ndër më të fuqishmet në botë, pasi që ndikimi i saj shtrihet në çdo pore të çdo gati administrate në nivel të botës dhe ka luajtur rol dominant në përcaktimin e rrjedhave politike, geopolitike dhe geostrategjike të veçmas të perëndimit në nivel të botës. Dhe kjo padyshim se ka pas edhe kritikat edhe lavdatat e kësaj agjencie dhe administratave të cilat kanë dhënë urdhra dhe kanë marrur ndoshta edhe rekomandime nga brenda SBA-ve, po mendon apo nga jashtë? Edhe nga brenda SBA-ve, edhe nga jashtë, pasi nga jashtë, pasi ka pas luftë hapur kundër veprimtarisë së CIA-s në përbotë, e mbështes plotësisht. Padyshim, por si agjenci e inteligjencës shquhet e para në botë, shquhet rregullimi i informacionit dhe informimit nga pallati i Ali Pash Tepelenës në shekullin 17. Dhe kjo vlerësoj unë se sepse
është struktura e ndërtimit të një institucioni inteligent nga vet Ali Pashte Pelena, i cili nuk ka pas, thuhet se, nuk ka pas zyre, kancelari, mbretëri, që nuk e ka pas një njeri të tij brenda saj. Po thoni se Ali Pashte Pelena është i pari që e ka bërë shërbimin sekret? Po. Nuk kisha me thonë. Unë e di me fakte se ndër të parët të cilët e kanë themelu Agjencionin e Inteligencës brenda një shteti, brenda një perandorie, është Omar ibn al-Khattabi, Hazreti Omeri, i cili me gjithë që në Kur'an thuhet wala tajassasu, mos shpionani ndër vete, përkundër kësaj thirrje kur'anore shumë interesante, Omeri, si halife musliman, e themelon departamentin e inteligencës brenda shtetit islam. Dhe me këtë i godet shumë ashpër njerëzit që thirrnin se bidatet apo risit në islam janë tërësisht dhe të pakontestueshme në mënyrë të pakontestueshme të gabueshme. Pra Omeri është ai i cili ka bërë Agjencionin e Inteligjencës. Aty nuk ka dyshim për Hazreti Omerin dhe dhënat historike lidhur me aktivitetin e tij në këtë fushë. Por, dallimi i Ali Pashte Pelenës dhe Hazreti Omerit ka qenë që Ali Pashte Pelena ka pas një institucion inteligent jashtë teritorit ku ai ka qeverisë. Dhe Hazreti Omeri ka pas të ndërtuar brenda teritorit ku. Dhe kjo është dallon. Po, kjo është fakt historik edhe për Hazreti Omerin dhe për Ali Pashte Pelenën, por fillet e para të një inteligjencë shtetërore ka pas kreu shqiptar i Janinës, me në kryeqendrën në Janin, Ali Pashte Pelena. Derisa te CIA, kemi, kemi lavdata dhe kritika për aktivitetin e saj, pasi që aty ku nuk ka mujt me shtru ndikimin, ka pas raste që edhe ka rrëzu pushtete dhe qeveri. Ne kemi rastin edhe të komplotit në emën të rrëzimit të kullave binjake nga terroristët islamik nga Afganistani dhe në emën të një lideri islamik në Afganistan, Osama Bin Laden, që në fakt del se Osama Bin Laden nuk është personi i cili realisht është islamiku. Osama Bin Laden, por është, jo profesor, është agent i CIA-s. Është agent i CIA-s Osama Bin Laden? Është agent i CIA-s Tim Osman, i cili e ka luajtur rolin e Osama Bin Ladenit të vërtet. Pra, një Osama Bin Laden i cili ka bo një akt terrorist apo ka thirrë në akte terroriste si një islamik nuk ka qenë real. Pra, është një figurë e cila është ndërtuar, është krijuar nga CIA dhe është mishëruar me tradita, zakone dhe veshje dhe i ka shërbyer agjendës të Mossadit dhe të CIA-s. Nuk është nga Afganistani, është Amerikan, thoni? Është Amerikan, është agent i CIA-s dhe në fakt familja Bin Laden është familje saudite, jo afgane, por ka vepruar në Afganistan. Por dhe ka ra, domethënë, personi në fjalë, Osama Bin Laden, ka ra që Amerika e pushton Afganistanin dhe ndryshon pushtet atje, pushtet i cili me ardhin e presidentit Joe Biden, administratët Joe Biden, prapë është kthy në khalifat apo në një shtet islamik ku sundon sheriati. Pra, edhe për vetë faktin kjo quhet edhe agjensia po mënej, Afganistani quhet edhe vetë vorreza e mbretërive. Por për çudi, këtu ka gisht, të më thonë, ka Mossadi dhe i njëjti në bashkëpunim me CIA dhe i njëjta agjendë ka ndodhur edhe në emën të thirrjes së shkatrimit të armëve në masë në Irak dhe pushtimit të Irakut. Pas pushtimit të Irakut fillon agjensia inteligjencës CIA të ndërtojë një strukturë të një shteti islamik me flamuj të zi, me thirrje për prerje kokash etj. Në krye me Al-Baghdadin. Ishte Al-Baghdadi ai i cili është agent i Mossadit izraelit dhe kjo strukturë
ka funksionuar në koordinim dhe në bashkëpunim me CIA. Po thoni gjitha këto sekte të cilat Al-Baghdadi janë, e po ashtu edhe vepra të cilat i kanë bërë, ngjarje të cilat i kemi parë, janë të inskenuara janë projekcione të inskenuara. Janë projekcione të inskenuara sepse ky Al-Baghdadi që po e shohim tani në prapasken në ekran është me emrin edhe mbi emrin Shimon Elliot. Ky është nga me Barakat el-Baghdadi. Po, ky është me përkatësi. Halifja i shtetit të veçpallur islamik. Po sot nuk është mo. Jo. Pra, ku mbet ajo ushtri dhe ky... Që viktima kanë qenë edhe shqiptarët e ti. Shikoni, sa është, sepse Siria, lufta në Siri, duhet me cekto. Lufta në Siri ka qenë një proxy war, një luft proxy, një pseudo luft në Siri. Sepse në Siri është luftuar dy fuqit globale, Rusia dhe Amerika. Dhe ajo luft fatkeqësisht është fituar nga vetë rusët, pasi që sot nga të gjitha teritorit e lindjes së mesme kemi tërheqjen e forcave amerikane. Dhe kjo ka ndodhur nga gjatë administratës Trump. Për ndryshe, Mossadi Izraelit sot edhe si shtet e festojnë ditëlindjen e 24 prillit. Për ndryshe, kjo ditëlindje përkon edhe me ditëlindjen e profesorit 24 prill, të cilin e kemi zbulu që është edhe një 666, apo? Pra, gjithë shka po ndërlidhet këtë studio dhe me... Ditëlindja ime po ndërlidhet me... Urime, profesor. Ditën e themelimit. Urime, profesor. Të trashëgohemi. Falenderit. Ju paqëm juve konspiracionista. Falenderit shumë. Pra, kjo rrjedhshmëni e ndikimit të CIA-s dhe agentëve brenda shteteve të ndryshme ka ndodhur edhe me shqiptarët. Profesori nuk qenë ka me CIA-n, pra, veç ta bojmë këtë dallim me qenë se po flasim për CIA-n sonë. Po në me Izrael sipas I kom dyshimet, po në të ardhmen e afër do ta zbulojmë edhe ato. Që unë ndërlidhem edhe me 10 ndalesat në Tora, në Tevrat të Mojsiut, Musait a.s. Atje janë 10 ndalesa, edhe unë i kam në 2 dur 10 gishta. Po, kjo duhet me pas një ndërlidhje. Shumë shkencore. Po, për ndryshe, ndikimi shqiptar, na i patëm 2 figura dhe 2 agenda globale të inskenuara dhe të shtyra nga CIA. Të cilat dijen bështik. Por dijet edhe tjetra krenare. Të cilat nuk dijen. Po, dijet edhe tjetra krenare. Se njëri ndër figurat shqiptare, të cilat kanë thirrur hapun në bashkimin e shqiptarëve në shtetit islamik dhe luftës në Siri, ka qenë Lavdrim Muhaxheri. Dhe unë dyshoj se Lavdrim Muhaxheri është njëri ndër shqiptarët të cilët kanë punuar në këtë agjensi dhe për këtë agjensi, pasi që vetë zoti Muhaxheri, Lavdrimi, ka qenë punëtor brenda kampit Bon Stil, dhe para shkuarjes në Siri, vetë Lavdrim Muhaxheri ka qëndruar në vitin 2010 në Afganistan, në bazat e NATO-s, dhe pas Afganistanit është transferuar në Siri, ku edhe ju ka bashkangjitur një proxy war, një të ashtërquajture, një lufte. Qëllimi i gjithë këtyre, pra? Që ka pas qëllim CIA në këtë rast? Unë e kam një teori timën. Nëse më lejon ndërpreva. Kemi edhe 5 minuta. Për gjatë gjithë historisë ndodhë fuqit e mëdha botnore, mos them perandorit, krijojnë zona konfliktesh në vendet të caktuara të botës për të tërhequr ekstremistët nga gjithë bota të një ideologjie të caktuar. Më parë ka qenë Spanja për tërheqjen e elementeve ekstremiste, komuniste dhe i kanë dërguar atje dhe i kanë vra. Siria, njëjtë sipas kësaj platforme, është përdorur si një pelg, si një hapësirë në të cilën i kanë tubuar ekstremistët islamik, ti quaj edhe unë pra kështu, dhe atje në flamurin e ISIS-it, duke i përqarë mes vete, i kanë vra të tërët. Aktiviteti i CIA-s kështu, në fakt ndërlidhet kur po flisnim për Afganistanin,
Po, e kemi edhe një figurë pastaj në fund, sepse profesor nuk kemi edhe shumë. Po, ndërlidhet pra aktivitetet e CIA-s duke e shikuar platformën platformën e veprimtarisë së CIA-s është edhe parandalimi i terrorizmave të ndryshëm në botë. Pra, e kemi parën edhe në Afganistan, e kemi pa edhe në Siri, mbase edhe në Kosovë, për ruajtjen e interesave të veta dhe të vendeve mike të shëbave, si shtash të fillim. Arjanit, konspiracionet shpesh thonë se Osama Bin Laden nuk është vrarë, pra është gjallë. Edhe për Lavdrim Muhaxherin, mendoni të njëjtin? Për të njëjtin besoj sepse unë nuk besoj që as Milošević është vrarë, është ka vdekur. Në televizion të e varros. Po nuk e ke pa kufonën mrena ati sandëkit të vdekunit. Jo, se kemi pa. As nuk e kemi pa as varrimin e Hitlerit, i cili kemi dhënuna dhe kemi dëshmi që dëshmi dokumente nga CIA se Hitleri deri në vitin 1954 ka jetuar në Bogota, në Amerikën Latine. Filma dokumentar shihet se kur vritet e pastaj edhe djegët në mënyrë që mos bie kufoma në duart e rusëve. Këto janë konspiracione. Sepse unë, profesor, unë mundohem që ti dekonspiroj konspiracione përmes dëshmive dhe dokumenteve, si rasti ndoshta do t'i vjen rasti tek. Për fund, tek shqiptarët është vetëm Lavdrim Muhaxheri i njohur si pjesë pra që ka punu për CIA apo ka edhe shqiptar tjerë? Krenari duhet me qenë sinqert, me qenë ata akter të zbuluar. Sigurisht, po, a e dini ju ndonjë që... Shikoni, zakonisht... Me prejardhje shqiptare së paku. Zakonisht, pasi që të kryen operacionet speciale nga inteligencat e ndryshme, ne dekonspiruesit i dekonspirojmë... Sepse CIA është agencion shumë i vjetër dhe... Edhe është kredibil, ka me përvoj... Ka vepru pra edhe në kote më hershme, Balkan. Nëse del në pah akteri, ose figura në fjalë, atëhere operacioni mundet edhe më u shkatru. Unë sa kam qenë në Dubai, nga qeveria emiratase, më është dhënë e drejta i vetmi person, më është dhënë e drejta e lëshimit të vizave për qytetarët e Kosovës me travel documents. Ato, si quhesh në Shqip? Dokument udhëtues. Dokument udhëtim për pashaporta. Emiratet nuk njohin dokumentet e udhëtimit përveç pashaportave. Rasti veçantë dhe specifik ka qenë Kosova, e kemi luajtur edhe ne, unë personalisht një kontribut që mendoj se ka qenë i çmuar në atë kohë për njohjen e kësaj, dhe kur i lëshonim vizat ne, jo që i përcjellnim qytetarët e Kosovës se prej nga vinin e ku shkonin me kënd takojshin atje, por na binte të dëgjonim disa herë se kishte ndërlidhje të qytetarëve të Kosovës me zyrtar të CIA-s ose oficer të CIA-s, të cilët her pas here kalonin ose qëndronin edhe në Dubai. Faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit Komplot. Të nderuar teleshikues, kaq sa i përket këtij emisioni, me Komplotin takohemi nesër mbrëma. Deri atëherë, natën e mirë dhe mirëmbëjtje.